Komuna e Ulqinit organizoi ekspozitën zyrtare të veprave skulpturore, konkurruese për monumentin e heroit ton kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, i cili pritet të vendoset në qytetin e Ulqinit. Kjo ngjarje e rëndësishme kulturore mblodhi së bashku një numër të madh artistësh të njohur, përfaqësues të institucioneve vendore dhe dashamirës të artit. Në ekspozit mori pjesë edhe kryetari i komunës së Ulqinit, Genci Nimanbegu, i cili theksoi rëndësinë e këtij projekti për trashëgiminë kulturore dhe identitetin kombëtar. Gjithashtu publiku pati mundësi të dëgjojë nga profesor të skulpturës nga Prishtina, juristë të angazhuar në procesin e përzgjedhjes, si dhe nga vetë artist pjesëmarrës. Me që jemi sonte të mbledhur këtu për të përzgjedhur, nëse mund të themi, skulpturën më të mirë të Skënderbeut, ju si artist, si e shihni? Si ju duken këto skulptura sonte? Shifeni, me qenë në komisionet tilla për figura madhështore, si që ka qenë Skënderbeu, për figura historike, jo vetëm për popullin shqiptar, por edhe për Ballkanin e Magjer është i përgjithësi shumë e madhe. Mu vjen mirë që kishte shumë kandidat dhe pash punë që janë shumë inovative, punë që nuk janë pa dikun tjetër, po pash edhe shumë kopje të cilat fatmirësisht janë prej skulptorëve më eminent, prej Paqos e Paskalit bane. Prishtina ka marrë kopjen e Paqos e ka pru në Prishtinë. Nëse na dojmë vërtet me pa Skënderbeun ashtu, por na kem drejt Skënderbeun me pa nështë edhe në bashkëbisedim me te. Skënderbeun kem drejt si artist me pa nështë edhe si diplomat, sepse misioni ti nuk ka qenë veç luftarak, po ka qenë edhe diplomatik. Mu për vete personalisht një si juri nuk kem vendos, por ka 2-3 punë të mira të cilat do t'i bëjshin nder Ulqinit. Mos harrojmë, na kem skulptor që janë të ri talentum, që konceptualisht mendojnë pak ndryshe, dhe Ulqinit i duhet një Skënderbe që nuk o pa dikun tjetër. Në fundit, Skënderbeun në librat edhe në përmbledhjet e qoftë piktorëve, qoftë skulptorëve, e kem pa në variantat ndryshme. Na duhet me qenë qaq inovativ që me bëja edhe një variant të Skënderbeut, nështë një format krejt tjetër, për me qenë i pranueshëm edhe për qytetarët, por edhe për historikun e Skënderbeut, edhe për luftat edhe betejat e tij, po edhe me pa aspektin nështë anën diplomatike të Skënderbeut, sepse nuk ka qenë veç luftar, po ka qenë edhe një diplomat shumë i madh. Si po ju duket fakti që i erdh koha tashmë edhe në Ulqin të vendoset kjo skulpturë e shqiptarëve? Shife, Skënderbeu ka qenë shqiptar, po ka qenë i gjithëve. Ka mbrojt civilizimin nështë krishter evropian. Dhe realisht kjo është një mrekulli Skënderbeu që vjen në Ulqin. Skënderbeu gati është në gjitha qendrat, nështë edhe në gjitha qendrat shqiptare, edhe mu gëzon fakti që është edhe në Ulqin. Neve kosovarve përgjithësia është më e madhe ndaj Ulqinit se jem rrit me Ulqinin, edhe unë sa herë vi në Ulqin më duket që jam në shtëpinë tem. Dhe realisht Ulqinit do t'jap një pamje krejtësisht tjetër shtatoria Skënderbeut që vjen. Ndërta ishte edhe skulptori Agronoj Kashi, i cili prezentoi punimin e tij dedikuar figurës së Gjergj Kastriotit. Ai ndau me të pranishmit frymëzimin për kushtimin dhe sfidat e realizimit të kësaj vepre artistike. Si një artist i shquar nga Ulqini, edhe në këtë ekspozit, keni marrë pjesë për konkursin për zgjedhjen e monumentit i Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ju si një artist, sa ishte kjo e vështirë dhe si u erdhi si një ide për ta krijuar këtë monument historik për shqiptarët? Është një rast me të vërtet shumë i veçantë, edhe unë do me thënë gjatë tërë jetës sime
idol ka qenë Skënderbeu. Dhe kështu që unë gjithmonë në çdo moment gjithmonë vizatoja ose pikturoja Skënderbeu. Kur kam dëgjuar për konkursin, menjëherë do të thotë kam pas edhe përpara disa ide të ndryshme, të cilat unë e kam menduar për monumentin Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Kështu që kësaj radhe edhe unë mora pjesë në këtë konkurs. Edhe u mundova që të bëj diçka më ndryshe se si është i paraqitur Skënderbeu në disa vende. Edhe kam punuar shumë në ideja, edhe jam munduar që ta baj paksasi në një mënyrë, si thuash, surrealiste. Edhe unë për mendimin tem besoj që ja kam arritur qëllimit. Konkurenca do të thotë janë 15 punime, është shumë e fortë, edhe le të fitoj ai që e ka bërë më bukur. Sa kohë ju është dashur që ta krijoni një monument të tillë sonte për ekspozitë? T'ju them të drejtën, unë se kam ditë se kur fillon ai konkursi, por kam marrë vesh pak si vonë, edhe t'ju them të drejtën që gati një muaj unë kam shpenzuar vetëm në ide dhe në skica. Muajin tjetër kam filluar të bëj maketën, kështu që maketën edhe pse e kam përfunduar, por se prap kisha pas dëshirë që të intervenoja në disa gjëra. Kështu që shumë në momentin e fundit e kam dorëzuar. Në këtë mbrëmje nuk mungoi as fjala një arkitekti me përvojë, i cili vlerësoi aspektet estetike dhe funksionale të skulpturave të prezantuara, duke nënvizuar rëndësinë e harmonizimit të tyre me hapësirën urbane të Ulqinit. Ja, zakonisht jam i lumtur si kam qellu këtu për mi vizitu, edhe nuk ishte praktikumon përpara kaq bukur që me mujt edhe vizitus me ardh me pa se kjo është një histori e cila kur nuk vdekën, edhe krijimtaria e freskët e re, se Skënderbeu ka luftu tani jetën, po tash ka ardhur vakti që edhe mi paraqit për kësat për shumën, po sidoqoftë anmiku ja ka pas frikën, po edhe tash me ta sopata nuk është arsye që mos m'ja pas, po janë da gjana që me këtë kohë, në këtë shekull, duhet me zgjedh diçka që është ma qetësuese, se emri i tij shpjegon shumë, edhe e dim se ka luftu, po kur ka ardhur koha që me pushu, edhe ai ka pas mas vetit ushtrinë e cila ka luftu me dirigjimet tia, po i pavdekun. Bravo i qoftë ty në artistëve si na kanë hap shans me pa karaktere ndryshëm të Skënderbeu Gjergj Kastriotit, i cili e luftoi edhe u liru, edhe ndikoi edhe për të Adriatikut e Mesdheut që mina për krahje kundër anmikut, se ka qenë personalitet i madh. Kur e shikan në Rom, ishtë gjitha e bysta ti me kal, heroike, këtu me të vërtet, sada kuda, me qenë edhe ma vogël pak, emri ti ishi math mjaft. Konkursin ndërkombëtar për përzgjedhjen ideore të monumentit u përmbyll me sukses, duke tërhequr gjithsej 17 punime nga autorë të ndryshëm, të cilët kishin përmbushur të gjitha kushtet e përcaktuara në shpalljen zyrtare, pas një procesi të kujdesshëm vlerësimi nga juria profesionale. U shpallën edhe fituesit. Vendin e parë e mori Sabri Behramaj, vendin e dytë Vasil Rakaj dhe vendin e tretë artisti nga Ulqini Agronuj Kashi. Ky konkurs përbën një hap të rëndësishëm drejt përjetësimit të figurës së Gjergj Kastriotit Skënderbeut në një nga qytetet me histori të pasur shqiptare, duke u bërë një pikë referimi për gjeneratat e ardhshme.